Jo, është befasi për Ballkanin Perëndimor, sepse kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor është dashur me bani kërkesë të tillë, edhe mos me leju një gjë të tillë, për arsye se dëmtimi më i madh është edhe i bizneseve, po edhe i personave, shoferave të cilët udhtojnë për pjesë të Bashkimit Evropian, sepse ai ka të drejtë 90 ditë qëndrimi, po pas 90 ditë ai detyrohet 180 ditë të del jashtë Schengenit, që i bie jashtë Bashkimit Evropian, edhe ai detyrohet me gjetë edhe një punë tjetër. Kurse te bizneset detyrohen biznesin që ta kontraktojë edhe një punëtor tjetër shtesë, që është kosto shtesë për biznesin, është kosto operative, që shkakton shumë probleme. Ashtu kështu vendet e Ballkanit Perëndimor kanë probleme, sidomos kompanitë prodhuese, për shkak turbulencave të importit të lartë që kanë në raport me vendet e tjera. Kështu që edhe kjo është barë e rënë për ta. Mirë, po unë befason prej si ka mundësi që sidomos asnjë deklarat nuk e kemi pa nga qeveria e Kosovës, për mua është shumë zhgënjyse. Çfarë realisht po pristit jo? Që të kishte një reagim, që të kishte mbase thirrje të udhave ekonomike, apo çfarë realisht po pristit? Po jo, unë mendoj që sipari është dashur kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor të kontaktojnë, të diskutojnë dhe të bëjnë kërkesa drejt për drejt të përbashkëta. Po, në emën të Western Balkans Sixth. Brenda vendeve të Ballkanit, 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, sepse kërkesa ndryshe adresohet vetëm e Kosovës, ndryshe adresohet e vendeve secilit vend. Momentin që i shkon së bashku, kërkesa ka një peshë shumë më të madhe. Unë i pash disa kanë bërë kërkesa ose kanë ngritë zërin odat ekonomike e tjerë, mirë po janë lënë pak në anash këto gjërat e tilla, sepse do të më qenë edhe mënyrë zyrtare, institucionet kompetente. Unë nuk e kuptoj pse institucionet kompetente nuk kanë komunikuar me institucionet përreth, vendeve të Ballkanit Perëndimor, dhe me bënë një kërkesë dhe një ankesë apo një zgjidhje. Do shta dhe ka ndodhur kjo, zoti Misini, por kritika më shumë do të qëndronte nga ajo që thatë që nuk po shohim komunikim të paktën me publikun. Ndoshta dhe ka ndodhur, ndoshta dhe qoftë në bazë procesit të Berlinit mund t'ju jenë shkruar bashkarisht gjithat qeverit. Nuk e din, nuk kemi informacion për këtë. Po për momentin, derisa nuk kemi deklarat të tillë, ne mujnë me ngrehje dhe hipotezat të tilla. Sepse hipotezat ndërtohen për ta testuar dhe vërtetuar qatë problematik një fjalë. Derisa s'kemi një deklarat të tillë, atëherë dhe e dyta që kish mujt me qenë, do të thonë asnjë deklarat prej ministrës, përfaqësuesit të industrisë dhe të Kosovës konkretisht, me bëjnë një kërkesë të tregtisë dhe industrisë, po thoni, të mintit. Po, mintit, po pikërisht. Rozeta Hajdarit. Me kërku bashkë bisede me Odën Ekonomike Amerikane, Odën Ekonomike të Kosovës, besa edhe me personat adekuat, sidomos me diskutu edhe me ambasadat e Kuintit nëse është e nevojshme, për me tregu një shqetësim të tëne për shkak që të pa drejta që ju bëhen mërna kësoj. A ju bëhet me drejta, pa drejt, këto kanë vendosë Bashkimi Evropian, Komisioni e Bashkimit Evropian, mirë po. Po, kjo sistem është vendosë nga BE-ja. Po, pa tjetër, po, kjo sistem si qëllim kryesor ka pas, dhe më thënë, një farforme, ka pas me zvoglu personat të cilët punojnë në vendet Bashkimit Evropian në mënyrë të zezë. E para e dyta, me pas një filtrim për se cilin person që hynë në Bashkimin Evropian, me pas një biografi se sot dit ka qëndru, sot dit ka drejt me qëndru, që do nënë me eliminu këto barierat fizike të vula me këtu një sistem digital. Kjo është e mirë po une pashë edhe Komisionin e Bashkimit Evropian, edhe një deklarat që tha që do të mundsojmë një vëbër një zgjidhje. Mirë po kërkesa, sa e pashë kërkesën e protestuzve të cilët në pikat kufitare, dhe më thënë, kërkesa e të ne ishke vishë përmeshtu edhe për një muj. Kjo nuk është e mjaftueshme vetëm për një muj. Dhe më thënë, ata nuk janë të shku për emigrim atje. Dhe më thënë, ata janë të shku për me punu. Dhe tash imagjino, nëse është një shofer dhe shkon në Bashkim Evropian, dhe më thënë, mena 90 dite ka drejt qarkullimi dhe mas 90 dite ku të shkoj 180 ditë. Po, në pikat kufitare që lidhin të vendet si Bosnja, Shqipëria, Serbia dhe Malizi, janë të blokuara vetëm për mjetet cilat transportojnë manga, jo për automjetet. Njerëzit mund të lëvizin edhe kategori tjera, por çështja kryesore është
se çfarë ndikimi mund të ketë, se fundit edhe BE-ja me këtë, po e vendos një lloj barriere që mund t'i kushtoj edhe vendeve të BE-s, pra ka më pak qarkullim edhe për to. A besoni që kjo pikërisht mund të jetë arsyeja që do të rishqyrtohet, gjatë gjendet një zgjedhje për transportuesit? Unë besoj që po. Edhe deklaratat e komisionerëve të Bashkimit Evropian kanë thonë që do ta bëjmë një zgjidhje. Mirë, po dëmtimi, po është dëmtimi edhe Bashkimit Evropian, po dëmtimi më i madh është i vendeve të Ballkanit Perëndimor. E vendeve të Ballkanit Perëndimor sepse ne jemi vende më të varfra. Ne jemi në një vend... Po, por bilancin tregtar vendet e BE-s e kanë shumë fish më të lartë me gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, edhe mallat e tyre nuk do të vinë këto. Po, është e vërtet, po për momentin ata unë besoj që interesi jonë, dhe dobija jonë është ma modhe jona se sa e tyre, sepse ata kanë edhe mundësit e tregut e tjetër, sepse Ballkani Perëndimor nuk ka në treg të fuqishëm të madh të numrit banor, po si do që tjetë, është një treg i përbashkët. 20 milion banor, para shumë. Nëse e përmbyllim si strukturë, dhe më thënë, ka një treg, po nuk është një treg shumë i madh, që është shumë në interes të Bashkimit Evropian që... Mirë, po unë besoj që do të zgjidhet kjo problem. Unë besoj që shumë shpejt do të japin një epilog, sepse pas në disa raportet të cilët disa shtete kanë dhënë që kanë humbje ditore, kanë mbi 100 milion euro. Po, këtë desha t'ju pyes, çfarë reference mund t'jetë 100 milion euro në ditë? Do shta vende si Serbia, që kanë ekonomi më të fuqishme? Po pikërisht për këtë arsye, duke bazuar në dhënat rezultateve konkrete të Serbisë, do të thonë në deklarim i tillë e dhanë që dikon dita na kushton neve për çet bllokim dikon 100 milion euro. Është dëm shumë i madh. Po pse Serbia si shkakton më shumë? Për shkak numrit të banorëve dhe të qarkullimit tregtar të cilën e ka më të madh krahasim me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Mirë, por kjo ka ndikim edhe në mënyrën se si bashkëveprojnë ekonomitë edhe të Ballkanit Perëndimor për shkak që ne marrim lëndë të parë nga vendet të ndryshme të Ballkanit, që nga Shqipëria dhe nga Serbia, çfarë ndikimi do të ketë kjo, sepse tashmë nuk arrin të futen edhe mallrat nga Serbia në Kosovë, për shembull me kamion të mëdhenj ma une, ose nga Shqipëria, çfarë ndikimi mund të ketë kjo në ekonominë tonë? Po, në qoftë se kjo vazhdon me një kohë të mund caktume, dikun brana... është para por një muaj tjetë protestave. Në qoftë se vazhdon një muaj, ne kemi pas inflacion të vazhdueshëm këto. Inflacion të vazhdueshëm, sepse kemi pas mungesë të produkteve të cilët kërkesa është shumë e madhe. Dhe duke pas parasysh që ne kemi importin shumë, domethënë shumicën e rasteve kemi importin mbi 7 miliard e eksportin e kemi 942 milion euro. Domethënë edhe eksportuesit i dëmton për me eksportu produkte, sepse kanë kontrata. 1.7. Po, 1.7. Edhe kanë kontrata me eksportu, po më nëjë qatë produkt, e kanë deadline në kohën e caktume, dhe në kohën e të kohës caktume, dhe tash kush djegët mas shumë të djegët ai prodhuesi kosovar, që dhe më thënë